Po, Flamur Noka. Zonjë, keni filluar seancën në kundërshtim me rregullore. Këtu në sallë nuk janë as 55 deputet. Do të thotë që pa quorum seanca nuk fillon. Anulloni seancën, mblidhet quorumi, plotësohet quorumi dhe filloni seancën. Mos mendoni se kështu nuk shef kush dhe siç keni bërë zgjedhjet do të bëni dhe seancat. E para, e dyta, është në nderin e këtij parlamenti. Kjo nuk është për proces verbal, zoti Noka. Kjo është për procedurë, ishim te pjesa e proces verbalit. Zonjë, ke në gjë për proces verbalin? Zonjë, procedura për proces verbal. Përfundoje, gjithsesi, përfundoje. Çfarëdo që të jetë. Sot tani në seancë ke 55 deputet 57. Po nga rregulloria nuk kërkohet quorum për fillimin e seancës përveç në rastet kur kërkohet votim. Quorumi. Ju lutem tani lexoni rregulloren se nuk ka kuptim tani që merremi me një çështje e cila s'ka interes publik. Nuk kemi votim, nuk kërkohet quorum, vazhdojmë me seancën. Për proces verbalin, ke gjë? Nuk pas ka interes publik funksionaliteti i parlamentit. Po, është plotësisht funksional, bëjni thirrje deputetëve tuaj të vinë në seancë, tani vijojmë për proces verbalin. Kishit gjë, zoti Noka? Okej, vazhdojmë. Po, plotësohet quorumi dhe vazhdo parlamenti. Dakor, kalojmë te njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend të mbaroj njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar një projekt ligj nga Këshilli i Ministrave dhe një nismë deputeti. Titujt e çështjeve të depozituara i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e kuvendit në internet. Vijojmë me rendin e ditës. Projekt ligji. Po, për procedurë, zoti Bardi. Zonja kryetare, nuk e di kush ta lexon rregulloren. Shpresoj mos ta lexoj ai që kam unë në mendje, por sipas rregullores së kuvendit dhe të çdo organi kolegjal, nuk mund të fillosh mbledhjen e kuvendit pa pasur minimumi 70 deputet në sallë. Dhe ky është një rregull që është zbatuar në këtë kuvend edhe nga ju në cilësinë e drejtuese së kuvendit. Unë e kuptoj që ju e keni të vështirë ti mblidhni deputetët, por është përgjegjësia juaj që të nisni seancën vetëm kur në sallë të jenë të paktën 71 deputet prezent. Dhe nuk është fare e vërtet ajo që ju sapo thatë, që nuk ka nevojë për quorum që të nisë mbledhja e kuvendit. Se quorumi u verifikoka vetëm kur bëhet votim. Kur nis mbledhja e kuvendit duhet të jenë minimumi 70 deputet. Dhe ky është aja e rregullores kuvendit dhe aja e mbledhjes së çdo organi kolegjal. Që kështu lutem ndërprisni seancën, njoftoni deputetët tuaj të vinë në seancë plenare dhe më pas fillojmë punën e kuvendit të Shqipërisë. Nëse pastaj nuk ju binden deputetët dhe nuk ju vinë në seancë, ky është problemi juaj, nuk është problemi i opozitës. Na kërkove ne të sjellim deputetët në sallë. Nuk na detyron dot, ne detyro deputetët e shumicës që të vinë dhe të bëjnë quorumin që ti të nisësh seancën. E ke për detyrë. Ndryshe seanca nuk mund të vazhdojë. Unë nuk detyroj askënd, as grupin tuaj parlamentar, as grupin e shumicës, po vetëm mund të lexoj nenin e rregullores, neni 44, tani më vjen keq që detyrohem të lexoj nenin, po ç'të bëj. Fillimi i seancës plenare, kryetari i kuvendit ose zëvendës kryetari i autorizuar prej tij, sipas nenit 9 të kësaj rregullore, hap dhe mbyll seancën plenare të kuvendit. Seanca plenare fillon me miratimin e procesverbalit seancës mëparshme, ku nuk ka vërejtje për tekstin, ai quhet i miratuar dhe nëse kërkohet ai votohet me ngritjen e dorës. Për procesverbalin fjala u jepet vetëm deputetëve që kërkojnë të propozojnë korrigjim ose mendimin e tyre të shprehur në seancën paraardhëse dhe jo më shumë se 2 minuta. Procesverbalet pas pranimit nënshkruhen nga kryetari i kuvendit dhe sekretari që drejton sekretariatin për procedurat dhe votimet bëhen publike dhe ruhen në arkivin e dokumentacionit parlamentar. Tani, mund të vijojmë me seancën plenare ku ju duhet të diskutoni projekt ligjet e rëndësishme dhe marrëveshjet? Po. Vijojmë me rendin e ditës. Keni kohë për të folur boll. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtën e detit mbi ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të diversitetit biologjik dhe të zonave prej
për te jurisdiksionit kombëtar. Keni çështje për këtë çështje? Pyetje për nismëtarin? Po. Nismëtarja zonja Kumbaro? Po. Pyetje për nismëtaren? Gazmend Bardi ka fjalën. Zonja kryetare, këtë proces verbali me çfarë korumi e miratove, zotrote? Se ti nuk din as çfarë lexon, as çfarë thon, as nuk kupton. Proces verbali miratohet me shumicën e deputetëve të Kuvendit të Proces verbali unë pyeta për vretje, si në çdo rast tjetër, jo për votimin e shumicës. Zonja kryetare, për vretje, dakord? Ta mbaroj pak lutem. Lexove një nen të rregullores që nuk ka lidhje fare me këtë që po thonim ne. Po meqense e lexove dhe nuk kuptove çfarë lexove, tani po të bëj një pyetje. Kur the që në nisje të seancës Kuvendi miraton proces verbalin, a mund na e thuash me çfarë shumice e miratove proces verbalin që do nënshkruar, zotrote? Se po nuk pate 70 deputet në seancë, nuk miraton dot gjë në këtë kuvend. Po nuk pate minimumi prezent 70 deputet në kuvend, qa proces verbali miratove... E kam të qartë e thatë disa herë, zoti Bardi, se nuk është shkencë raketash, është gjë shumë e thjeshtë. Ju kuptova. Si e nis pra seanca? Po, ju kuptova. Se nuk e miratuar as proces verbal. Se nuk e korum për të miratuar proces verbal. Nuk e numrat në sallë për të quajtur të miratuar proces verbalin. Do falsifikoni dhe numrat. Ju jeni kalkuloni votat, kaq këtu, fut këtu, shto atje, nuk kalkuloni do të numrat e miratimi proces verbalit. Që kështu ndërprit seancën të lutem, blidh deputetët dhe të vazhdojmë normalisht seancën plenare. Mos i hynë një rrugë që është në kundërshtim me rregulloren dhe nuk bën sens logjik në gjërat që thuan. Jeni kryetare e kuvendit, duhet ruani autoritetin tuaj si kryetare e kuvendit. Nuk mund të merrni aty mikrofonin dhe të flisni gjëra që nuk bën sens logjik, jo më juridik.